Ju lutem shpëtojeni Shqipërinë dhe Kosovën. Sa keni qenë ju, jemi kënaqur 3 herë në vit vinim në Durrës në sezon deti. Çmimet ishin të lira, ishim shumë të lumtur. Tani, në 5 vjet, 1 herë nuk po mundemi të vim ne kosovarët në Shqipëri. Respekte Dr. Sali Berisha nga Komuna Lipjan. Zoti Selmani ju falënderoj shumë për pyetjen. Karpuzi. Karpuzi. Përparim Karpuzi. Zoti Përparim ju falënderoj shumë për pyetjen dhe ju kërkoj ndjes për gabimin. E vërteta është që këto vite Shqipërinë mori droga dhe e përpiu droga në mënyrë të tmerrshme. A mund të imagjinoni ju sot Shqipëria, Tirana, në krahasim me të ardhurat, është qyteti i dytë më i kushtueshëm në Europë. Ndërkohë, qytetarë shqiptarë kanë të ardhurat më të ulta. Çmimet stratosferike, rendi dhe siguria në duart e krimit. Por ju siguroj se Partia Demokratike do të dëshmoj 0 tolerancë ndaj politikanëve të lidhur me krimin, ndaj bosve të drogës, karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Sepse për ne, Suel Çela, Elvis Doçi, Troplin, Bajrët e tjerë janë vërtet krerë të organizatave më të rrezikshme, por mbi ta, gjeneralët të tyre janë Edi Rama, Taulant Balla dhe zyrtarët e tjerë të Partisë Krimit, që të gjithë do shkojnë para ligjit. Besnik Kala, përshëndetje doktor, në oborret e rilindjes po përdorin terma që Sali Berisha dhe Edi Rama kanë një marrëveshje top sekret. Çfarë përgjigje ju jep patronazhistëve, gjithashtu edhe shqiptarëve? Janë të mbytur dhe kërkojnë të kapen në fijen e bajt në fake, në trillime. Sali Berisha e thash dhe njerë Besnik, pasi ka bërë plur të gjitha përpjekjet e Edi Ramës.